Përshëndetje miq të shëndetit dhe mirë se erdhët në këtë episod të radhës, ku do të flasim për shëndetin e mushkërive dhe kemi të ftuar doktoresh Silvana Sadria, mjekë pneumologe, e cila do të ndajë me ne informacione të rëndësishme lidhur me kujdesin që duhet të tregojmë për mushkërinë, sidomos tani në sezonin e verës për personat që kanë sëmundje kronike. Doktoresha, faleminderit që pranovat ftesën për të qenë me ne sot në podcast. Faleminderit juve për ftesën. Shpresoj të jemi dobishëm dhe për ata që do na ndjekin. Nga praktika juaj e përditshme, cilat janë problematikat më të shpeshta që hasin në popullat, sa i takon mushkërive? Mushkëria është një organ vital, i cili edhe ajo ka sëmundjet e veta si gjitha pjesët e organeve tjera, dhe kryesisht sëmundjet kryesore janë ato që lidhen me kollën apo me frymarrjen. Pikërisht këto janë edhe nga ankesat, po themi, që pacientët referojnë. Dhe janë sëmundjet e frymarrjes si spoku, azma, janë sëmundjet që prekin tulin e mushkërisë, siç themi ne, që janë fibrozat, interstitiopatit. Të gjitha këta janë sëmundje kronike. Pa përjashtuar pastaj edhe kancerin, i cili është vdekje e prurës, apo tuberkulozin, i cili është sëmundje ngjitse. Nuk përjashtohen dhe sëmundjet e tjera pastaj të veçanta si sarkoidoza, vaskulite, të gjërat e tjera, të cilët ndoshta do kemi raste dhe të flasim më poshtë. Po, patjetër. Po, zakonisht personat të cilat mund të shfaqin problematika me mushkërinë, cilat janë disa nga simptomat kryesorë që nuk duhen injoruar dhe duhet ta bëj dikë që të drejtohet tek mjeku për të kërkuar ndihmë profesionale në këtë rast. Nëse do ishte një simptom, të parën që do thoja do ishte kolla. Kolla është një akt reflektor në vetvete, i cili pacientit të cilin e merr pra në njëherë pastron pjesën e mushkërisë, ato mbeturinat që thith, por kur një kollë zgjat, ne gjithmonë jemi të vëmendshëm dhe këtë e themi theksin gjithmonë, që një kollë që ka zgjatur 3-4 javë, 3-4 ditë dhe nuk ka pushuar me mjetet rrethanore, ato çajrat që themi ne apo lëngjet. Një kollë që edhe pse është trajtuar një javë mas kësaj me mjekim vazhdon dhe zgjat, dhe kemi një lloj në 3-4 javë deri në 8 javë, 2 muaj, është një kollë që duhet shqetësoj dhe duhet shqetësoj pacientin radhë parë, mjekun e familjes, nëse kjo kollë zgjat, për ta drejtuar pastaj pacientit tek mjeku specialist. Pra, nëse një kollë zgjat deri në 8 javë, mund të themi që është e rrezikshme për shëndetin dhe duhet ta drejtuar. Pastaj duhet depistuar, fshihet diçka. Kolla mund të jetë, kolla nuk është në njerëzit edhe trembën, por gjithmonë po themi e nisim me shkallë. Jo çdo kollë është kancer. Por një kollë që zgjat duhet depistuar, duhet diagnostikuar, duhet t'i dhënë origjina e kollës. Ne themi shpesh që ka raste që nuk ja gjejmë asnjëherë origjinën e kollës. Në këtë rast shkojmë me sense përjashtimi. Por kolla mund të jetë, një kollë e zgjatur mund të jetë një refluks për shembull. Një kollë e zgjatur mund të jetë një kollë nga medikamente që merr për hipertensionin. Një kollë e zgjatur është një azm e patrajtuar. Dhe thash një tuberkulozë, kancer. Të gjitha këto janë diagnoza diferenciale të cilat i bën mjeku. Në kuptimin që nga ajo që ti nisësh edhe vetë depistimi tani në këtë periudhë edhe me gjithë mjetet e komunikimit, ne nuk do ta këshillonim. Sepse shpesh hyjnë pacientët në kanale të rrezikshme që nuk kuptojnë më se nga e kanë kollën dhe duke neglizhuar humbasin pastaj kohë qoftë në trajtim, por qoftë në diagnostikimin e saktë për të marrë mjekimin e duhur. Pra mund të themi që dikush që vuan nga kolla e gjatë, ose nga çfarëdo lloj tjetër simptome që mund të ketë, nuk duhet të drejtohet tek ChatGPT-ja që ndodh më së shpeshti, por duhet të shkojë tek mjeku. Mjetet digjitale kanë afruar shumë mjekësinë pranë njerëzve dhe kjo shumë mirë, informimi është gjithmonë i nevojshëm. Edhe ne vetë kemi raste që drejtohemi edhe makinë artificiale me gjithë gjërat, por një pacient e ka të vështirë të bëjë një diagnozë diferenciale. Ajo çfarë ata mund të orientohen është që të parandalojnë, ta pyesin si ta parandalojmë një gjë. Në kuptimin që nëse një kollë nuk ndalon pra me mjetet që ata vetë qoftë edhe nga kërkimi që bëjnë. Vetë nuk arrin ta ndalojnë dhe thash një kollë që shkon 3-4 ditën e parë ndallohet vetë, paraqitet tek mjeku i familjes dhe mjeku i familjes në momentin që i vendos diagnozën ashtu siç ai ekzaminon. Nëse kjo kollë vazhdon edhe persiston, thash ne kemi prerje në art 3-4 javë deri në 8 javë, atëherë do diagnostikim, do depistim. Doktoresha, ju përmendët
ju përmendët disa nga llojet e sëmundjeve, nëse mund të themi që preket mushkëria, por a ka disa simptoma që pacientët shpesh i injorojnë, po mund të jenë simptom e një sëmundje serioze? Po, një nga ta thanë që ishte thash, po të përmendja një do ishte kolla. Si që thotë edhe një poet, më pëlqen ta them këtë shprehje, në Ovidi, që thotë dashuria dhe kolla nuk më shihen. Në kuptimin ai ka thënë esencën e dashurisë, e cila është e fortë edhe, por pse e ka bashkërenditur me kollën? Sepse ashtu si një kollë që vjen e përpërnjëhershme dhe të zgjat vazhdimisht, duhet i vësh një emër, është dashuria apo është gjë tjetër. Dhe në këtë rast, kolla thamë është njëra. Tjetër simptom është vështirësia në frymëmarrjes. Shpesh pacientët dhe këtu neglizhojnë, megjithëse kjo ndonjëherë bëhet pak më alarmante për pacientin, vjen më shpejt se sa te kolla. Te kolla shpesh njerëzit për shembull një duhan pirës mësohet edhe hëse e kam koll duhani thot. Ose hëse këtë kshu e kam prej kohësh, mikën në vjen vet. Te vështirësia e frymëmarrjes janë pak më të vëmendshëm. Megjithatë edhe këtu neglizhojnë. Një vështirësi në frymëmarrje themi ne. Për shembull tani që është koha e verës. Një vështirësi frymëmarrje nuk mund t'ja lëm verës. Nëse ti ke një vështirësi frymëmarrje ndryshe nga të tjerat, pra ke një frymëmarrje që është ndryshe nga të tjerat, apo paraqet në ngjitje, në malore, kur ti ngjet shkallët, ndjen nevojën për të pushuar, pa për ta vazhduar pastaj ecjen, duhet të tërheqi vëmendje. Tjetër është sekrecionet. Sekrecionet janë, thash, nëse reflektohen me kollën e një njeri normal në episodike kolle, janë akte reflektore pastruese. Por nëse sekrecionet zgjasin apo bëhen me ngjyrë, sigurisht dhe këto tregojnë për prani inflamacioni dhe mund të bëjmë një diagnozë diferenciale pastaj mes bronkitit apo më ndryshe mes tuberkulozit kur kemi sekrecione apo kur sekrecionet na bëhen dhe me gjak. Pra, ka hapa mushkëria. Mushkëria vet nuk të bën zë, po të jep shenja shpesh, pra, një kollë që ty të bezdis, një vështirësi në frymëmarrje, një dhimbje gjoksi, një djersë që nuk i jep shpjegim, një ngjyrje zëri. Të gjitha këto janë sinjale që ajo çon në mënyrë që ti të drejtohesh tek pra nuk duhen neglizhuar. Ja. E qartë. Por çfarë na e dëmton ne mushkrit, sepse kjo është shumë e rëndësishme për të kuptuar se ku duhet të tregojmë kujdes, cilët janë disa nga faktorët që na e dëmtojnë ne më së shumti mushkrit. Çdo pneumolog kur del një intervista gjën një parë do thonë duhani dhe unë po atë do them sepse duhani praktikisht është në shumicën e rasteve shkaktari kryesor i sëmundjeve të mushkërisë. Ndotja e ambientit është një faktor tjetër. Mos mbrojtja në kantiere ndërtimi apo fabrikat, te ne tani pjesa e industrisë një periudhë kohë pat një stopim, po aktualisht kemi fasoneri e gjëra të tjera. Të gjitha këto janë element që ndodhin në mjedisin, janë të rrezikshme për pjesën e mushkërisë. Dhe njerëzit, mendoni ju se janë të vetëdijsuar në lidhje me rrezikun, sepse është vërtet që ne shohim shumë shpesh punonjës që nuk kujdesen për frymëmarrjen e tyre, saq kujdesen për mbrojtjen fizike, le të themi. Njerëzit kanë ardhur duke ndërgjegjësuar, këtë duhet ta themi. Megjithatë, thash shpesh ka rutina, monotonia. Për ta çuar makinën në servis nuk vonojmë. Jo. Ndërkohë, pra, është kjo monotonia e shenjave që njerëzit ndoshta i neglizhojnë, por që pas tyre mund të fshihet një gjë tjetër. Megjithatë, thash njerëzit janë ndërgjegjësuar. Ne kemi edhe tani, edhe mediat, ashtu siç e ke edhe podcasti juaj në dritaren tuaj, bën këtë sensibilizim. Edhe njerëzit nuk janë të pavëmendshëm. Kështu që shpesh kemi edhe punojës, ata e kanë dhe me detyrim shumë fasoneri që të paktën një herë në vit ose kur hyjnë në punë, që bëjnë depistime të zakonshme. Dhe ne gjithmonë e kemi fokusin tek këta në mënyrë që minimalisht një grafi në vit pacientët duhet ta bëjnë, sidomos një person që pin duan. Dhe pastaj pjesa e Covidit shpesh, ajo periudha e post-Covidit, përveç të gjithë gjërave që ne kaluam, la dhe një lloj frike, po themi, apo një lloj kujdesi, që ka pjesën e vet mirë, ashtu siç ka lënë dhe pjesën tjetër, që i ka lënë dhe stresin, Pra në njerëz prandaj them, është vështirë të diferencojnë vetë simptomat. Se një marrje fryme nga ankthi ngjan me një marrje fryme të astmës, po këtë pacienti nuk e bën dot. Këtë e bën vetëm specialisti. Kështu që fakti që pacientët drejtohen, prap unë e quaj gjë pozitive që janë të ndërgjegjësuar. Po ushqyerja luan ndonjë rol në shëndetin e mushkërive? Ka ushqime që e përmirësojnë funksionin e saj, ndërsa të tjera e përkeqësojnë?
Jo, nuk ka ushqime të veçanta, po themi që përkeqësojnë apo ndihmojnë pjesën e moshkërisë, ama ekziston rregull ashtu si për gjitha organet, të cilët ata ushqime që ulin inflamacionin, si po themi nga frutat, shegot, po përmendun, apo hudhra që quhet si një baktericid antiinflamator, pra si një antibiotik natyral. Gjithë këto ndërkojnë në përmirësimin total të shëndetit. Duhet dietë e pasur me lëngje, me vitamina, me proteina, sa më pak karbohidrate, për proteinat janë kryesore, fibrat. Pra, ekziston rregull i përgjithshëm, si për çdo gjë tjetër dhe për mushkërinë, që të ketë një ushqyerje sa më të mirë, ketë një regjim ushqimor të balancuar, jo shumë sheqerna, jo shumë kripra, dhe kjo është baza e shëndetit të mushkërisë. Ju e përmendet pak më herët ndikimin që kanë pluhurat në shëndetin e mushkërive, por a mund të na shpjegoni pak më gjerë se si këta faktorë të jashtëm, siç është pluhurat, myku apo kimikatët në ambiente të mbyllura, si ndikojnë në shëndetin e përgjithshëm të mushkërisë? Shkon, një studim që është bërë diku nga një organizat, ishte shumë interesante, por edhe në logjik ka dhe në praktikën domethënë, dhe njëherë njerëzit janë më të rrezikuar nga pluhurat dhe nga myku apo bakteret e ambienteve të brendshme se sa nga ata të jashtme. Sepse duke qenë të jashtme vërtet është ndotja e ambientit, ne e themi kur kemi trafikun, tymrat e makinave këtej, po sido që të jetë jeni në një ambient pastër ku bëhet edhe pjesa e aerosës. Në ambiente të mbyllura, nëse ne nuk aerosim shpesh, jemi gjithë predispozuar, dikush kush ka dhe predispozitën gjenetike për laringite, për zhvillimin e azmës, për faringite, djegjet e syve, pjesës alergjike, që këto pastaj zhvillojnë, secila prej tyre ndikon për të zhvilluar një azëm apo një bronkit kronik. Është ambienti në mënyrën se si ne duhet kemi sa më shumë hapësira në kuptimin që mos i mbingarkojmë ambientet tona me mobilje, po them për shtëpiat, mos i mbingarkojmë ambientet tona me mobilje, apo qilimrat, pushit e ato, sepse ato janë lëshojnë ca mikroorganizme të vegjël, të cilët janë të padukshme, janë mikronë me mikronë në madhësi, dhe ata mund të irritojnë, pra, qoftë rrugët e sipërme të frymarrjes, duke dhënë rinitet, sinuzitet, laringitet, ashtu edhe rrugët e poshtme të frymarrjes, duke dhënë azmën bronkiale. Pra, edhe për pjesën e mykut mund të themi që banesa që kanë lagështirë dhe myk janë të rrezikshme. Janë të rrezikuar. Në ambiente që kanë lagështirë janë të rrezikuar. Në ambientet marr shkas nga lemet e fundit që në Amerikë për legionelën, po legionela nuk është tani në Amerikë, është kudo, po në Amerikë ndoshta e kanë pjesën më problematike, sepse kanë bildizhine të mëdhaja, pallate të mëdhaja, ku kanë aerosjen dhe ventilimin e tyre, kanë ndoshta në ambientin qendror dhe në pjesën e lagështirës tyre, në tubat të cilët nuk aerosin mirë, në ujë rritet një mikrob që është legionela, i cili është një nga shkaktarët kryesor të pneumonive. Si që rritet në pishina, në tubat e zjarfikësve që për profesionet zjarfikësi që kanë ftofësit e ujit, pra aty ku ka pjesë ujit, ku ka lagështirë nga pjesa e ujit, do ta ceksojmë këtë, zhvillojnë të lloj smundje që është pneumonia. Kurse lagështira tjetër për cilën dhe ne po flisim përpara, lagështira në ambientet e shtëpisë, myku, ata janë kryesor për shpërthimin e azmës, është një nga faktorët e azmës. Dhe azma është një problematikë shumë e rrezikshme. Një smundje kronike, e cila sigurisht në disa pacientë mund të çojë dhe në vdekje, por është një smundje krejtësisht e menaxhueshme. Nuk shërohet pra në momentin, por menaxhohet. Aq sa ti mund vuash nga azma, por nuk shfaq simptomat sepse ke ndjekje të mirë, ke mjekimin e duhur dhe të zhvon diagnoza e saktë që në fillim se nga të ka ardhur pjesa e azmës. Doktoresha, infeksionet respiratori janë të pranishme gjatë gjithë vitit tek pacientët, nëse mund të themi, ose tek njerëzit. Kur duhet të konsiderohen ato të rrezikshme dhe kur kërkojnë një vlerësim nga mjeku? Infeksionet respiratore nuk kanë, po themi stin, janë shtrirë gjatë gjithë stinës vitit, po sigurisht ne kemi një periudhë. Përmendja legionelën, për shembull, legionela është më shumë nga qershori në tetori, sepse janë të gjithë pishinat, shatërvanet, ku ndiqen pjesën e kondicionerëve. Ndërkohë gjatë pjesës dimrit janë të zhvilluara më shumë nga infeksionet respiratore, të cilët janë dhe pjesës poshtme, sepse fillojnë sezonit e gripit dhe ata mund të ndërlikohen me infeksione respiratore të poshtme. Periudha e poleneve,
që është që po themi fillon që nga marsi, tani është shtyr periudha deri në qershor, është zhvillimi i pjesës azmës. Pra në çdo stin dhe muaj të vitit mund të kesh infeksione respiratore, marrin përparësi kryesisht në pjesën e dimrit, sepse atëherë zhvillohen edhe më shumë janë mikrobet, plurat e gjithë gjërat që zhvillohen më shumë me uljen e të pjesës së temperaturave. Por thash gjatë gjithë vitit ne kemi infeksione respiratore, sepse gjatë verës, me që është stina e verës, shpesh bëhet riakutizimi apo ashpërsimi i simptomave të pacientët kronik, pacientët që kanë sëmundje shoqëruese, siç kemi për shembull spoku, që është një sëmundje kronike, pacientët që janë në sëmundjet e zemrës, pacientët që kanë deficit imunitare, si për shembull pacientët me kancer, pacientët mbi 60 vjeç, janë kjo kategori pacientësh që janë të predispozuar gjithmonë për një mbi infeksion respirator. Duke qenë se tani jemi në stinën e verës dhe ju përmendet që ka pacient kronik që vuajnë nga sëmundjet e mushkërive, a ka disa këshilla për këto kategori personash, se çfarë kujdesi ata duhet të tregojnë gjatë stinës së verës përpara pushimeve ose përpara një udhtimi? Po, stina e verës është shpesh njerëzit marrin dhe lehen, është pushim, por nuk është pushim nga ilaçet, themi ne. Nuk është pushim nga medikamentet, nga mjekimit të cilët kanë, sidomos smurët kronik. Asnjëherë nuk do të marrin hap vetë që të ndërpresin. Ne themi që mjekimi i duhur, kozgjatja e duhur, alternimi i duhur është edhe çelësi i suksesit mjekimit. Shpesh pacientët tanë këtë periudhë me që është verë, apo nga që lëvizin dhe me pushime, kanë këtë tendencën për të ndërprerë mjekimin, për të ulur dozat ndoshta edhe vetë. Unë do këshilloja gjithmonë që duhet të jenë gjithmonë në kontrollin e mjekut. Thash ne jemi pushim nga stina e vapës, po jo pushim nga mjekimi. Dhe ju këshillojmë gjithmonë pacientëve që edhe kur nisen me pushime të marrin gjithmonë sasi dhe më të madhe ilaçeve se që ata kanë zakonisht, mos t'i harrojnë asnjëherë. Ata që udhtojnë me avion gjithmonë, sidomos smurët tanë, po flas për smurët kronike tona që kanë edhe probleme me oksigjenimin, të kenë pompat me vete, të kenë një letër të përshkruar nga se vuan në mënyrë që po themi në avion apo në kroçera apo në këtyrat, të personeli i cili në operon të jeti familiarizuar, të di se çfarë vuan pacientin atë moment. Kështu që këto janë këshillat bazë që mund thoja për stinën e verës. Stina e verës nuk duhet të jetë një periudhë ku ta na shkalosh shëndetin, por do një vëmendje të shtuar. Do një vëmendje. Sidomos për pacientët kronik. Sidomos për pacientët kronik, vëmendja duhet të jetë gjithmonë te pacientët kronik. Pra thash, nuk ka pushim për smundjen. Smundja, sigurisht pushimet na bëjnë mirë, na rifreskojnë, na rivitalizojnë, por gjithmonë pacientët që kanë smundje kronike, ilaçet duhet ti menaxhojnë gjithmonë në porosin e mjekut. Po gjatë stinës së verës, një nga latët tanë kryesor për të qëndruar të freskët është kondicioneri. Dhe do t'ju pyesja ju si mjekë pneumologë, cila është temperatura ideale në verë që të mos na rrezikohet shëndeti apo mos na shfaqen sëmundje respiratore? Shko, kondicioneri në vetë nuk është keq. Është mirë, ne duam ambiente të freskëta. Është një nga parimet, domethënë, bëhet edhe pjesa e shkëmbimit. Ajo kondicioneri nuk ndikon kondicionerin vetë, ndikojnë filtrat, pajisjet brenda që të jenë pastruara në mënyrë që mos na mbajnë këto bakteret e vogla që themi ne, mikrobakteret, pjesën e mykrave, sepse ato janë që irritojnë rrugët e sipërme. Në pjesën tonë është edhe pacientët kanë tendencën të rrinë përballë apo të kenë gjithmonë ose edhe flukseve të arit, ato freskuset që themi ne, dhe në këtë rast bëhen shkak për dhimbje muskulare dhe kemi këto ftofjet muskulare. Tjetër kondicionerët pra një person që është me pjesën e azmës, nga këto mos pastrimi i filtrave, mund të bëjë një shpërthim të azmës, pra mund të irritojnë azmën, mund të irritojnë skuqjet e syve, që janë gjitha këto në pjesës alergjike. Kështu që kondicionerët në këtë sens janë shumë mirë që janë, po dim ne ti përshtasim me pjesën tonë. Ndryshimi i temperaturës nga një ambient me kondicioner që ti ndjehesh normal dhe del jashtë pastaj në një ambient shumë të ngrohtë apo e kundërta, bëhet shkak
qoftë për dhimbjet muskulare, qoftë për rrëtimin e rrugëve të sipërme respiratore. Duhet gjithmonë themi ne me EO, prerja e artë, mesi e artë është mirë, dhe duhet kjo temperaturë e brendshme me atë të jashtme të kenë një balans, pra kjo është gjithë pjesa e kondicionerit. Është në dorën e pacientit dhe gjithë qytetarëve që tregojnë kujdes në mënyrën se si i përdorin këta pajisje për të pasur një shëndet sa më të mirë. Të ketë shëndet mirë që të ndjenë freskën, t'ja marrin benefitin që është kondicioneri. Thash, kondicioneri nuk është armiku, jo, shpeshherë është dhe aleati ynë, sepse thash në njëherë ti duhet t'i rrishe freskët, ti jetë vitalizuar në mënyrë që të bësh për shkëmbimin. Në një ambient ku rriten temperaturat, sigurisht që edhe vështirësia e frymarrjes shtohet. Kështu që thash, kondicioneri është aleati jon, por mënyrën se si e përdorim, kujdesin që tregojmë tani ndaj kondicionerit do na kthehet ne në kujdesin ndaj shëndetit. Qartë. Po në lidhje me temperaturat e larta apo lagështinë e ajrit, valët e nxehtit tani në verë, ndikojnë në shfaqjen e sëmundjeve të mushkërive dhe kush janë ata kategori që janë më të rrezikuara? Po, ne e përmendëm dhe në fillim që temperaturat e larta shtojnë vështirësinë e frymarrjes. Lagështira e ajrit po ashtu ndikon qoftë në vështirësinë e frymarrjes, qoftë në shfaqjen e simptomave si të kollës. Dhe gjithmonë personat më të rrezikuara janë sidomos ata që kanë sëmundje kronike. Ta janë të parët. Janë të mosha e tretë, mbi 65 vjeç, po dhe fëmijët që është një kategori tjetër, që janë më të rrezikuar nga kjo pjesë. Pjesa aktive, thash, janë më imun, po themi, po imun nuk ka asnjëherë në sëmundje, po janë më imun për të përballuar qoftë edhe një simptom gripi, qoftë edhe ndryshimet të temperaturave. Kurse kjo kategori e ka më vështirësi për shtatjen, kështu që edhe kjo kategori ne kryesisht kemi edhe fokusin. Nëse mund t'ju pyes diçka për fëmijët në lidhje me kondicionerin, shumë prindër nuk ja vendosin fëmijëve kondicioner, se ftojnë dhomën përpara. Atëherë, edhe tek fëmijët, si tek fëmijët, edhe tek të moshuarit ndikon ashtu si ne, sepse kondicioneri vetë e than ajrin. Dhe ne shpeshherë themi që mund të lëmë pak dritaren hapur në mënyrë që të bëhet pjesa e balancimit, qoftë e temperaturës, qoftë edhe e ajrosjes. Sepse tharja e ajrit është e tharja e grykës që shpenzin, ose ndonjëherë fëmijët çohen me tharja e grykën në gjirin e zërit, me sklepsa tek hundët, që nga kondicioneri tharja e tyre ka bërë tharjen dhe ata ndjejnë vështirësi pastaj në mes. Pra, një dritare hapur pak. Po, një dritare hapur pak pavarësisht kondicionerit, një dritare hapur pak do bënte balancën, do t'i ndihmonte. Doktoresha, ju gjatë gjithë intervistës theksuat që ka shumë problematika që e shoqërojnë mushkrinë, që prekin këtë organ shumë të rëndësishëm të organizmit ton, por cilat janë disa nga kontrollet që duhet bëhen zakonisht për të parandaluar këto problematika? Atëherë, kontrollet ose analiza. Po, kontrollet janë përveç një check-up i bazë që pacientët e kanë çdo vit, ne ata që vuajnë nga sëmundjet kronike e dinë, pasi janë pacientët tanë dhe ne shpeshherë, pra ne u lëm gjithmonë rekomandime herë në 3 muaj, herë në 6 muaj. Po pacientët që ndoshta nuk kanë simptoma, po që shfaqin një koll apo duan pirsit. Ne themi gjithmonë sëmundje të tjera kronike, pra jo të mushkërisë, po sëmundje të zemrës, sëmundje reumatizmale. Të gjitha janë të lidhura, pra mund të zhvillojnë simptomatologji dhe të prekin dhe mushkërinë. Kështu që një duan pirs, pse bën një grafi një herë në vit, nuk ka asnjë gjë të keqe, ashtu siç bën check-upin bazë. Pastaj kjo mund të shkurtohet në kuptimin një herë në 6 muaj, nëse është një person që vuan nga një sëmundje apo ka një predispozit për një sëmundje kancerogjene, po themi. Ai ka dhe më të detyrueshme që ta bëjë një herë në 6 muaj. Një tjetër është duan pirsit bëjnë një funksionin respirator, spirometrin që themi neve. Po qoftë edhe një person tjetër që ka zhvilluar simptoma alergjike apo një që nuk është diagnostikuar. Spirometria do na tregonte shumë informacion, sepse mund të kemi bllokim të rrugëve të vogla, pra që fillon aty të rrugëve të vogla apo periferike ajrore, dhe mund të jenë fillimi një azme. Këto do i quaj si ekzaminime të bazë për diagnostikuar, për të parandaluar, apo dhe për të kuruar pjesën e sëmundjeve pulmonare. Kanceri është një nga sëmundjet që fatkeqësisht poshtohen rastet. A ka simptoma që shfaq ose që nuk duhen kurse si të neglizhohen nga pacientët? Kanceri i mushkërisë te ne në fakt ka një lloj problematike sepse e para vjen i heshtur dhe shpesh herë jo se nuk jep shenja dhe simptoma, po janë ato që ne them që neglizhohen, që një koll që zgjat,
një rënje peshe që herë është, herë s'është. Dhe kanceri zakonisht e ne të mushkrisë ka këtë dhe vështirësia shumë vështirë, pra në një ekzaminim rutinë të zakonshme ti mund ta hasësh, ndoshta ti vjen për një gjë tjetër dhe gjithmonë është në stadin e 2, 3 apo më lart. Pra kur ai është shfaqur në mushkri, që ne e quajmë të stadiet e vona. Ndaj ne kemi dhe insistojmë tek pjesa e parandalimit, në kuptimin e një jete të shëndetshme, lërja e duhanit, ekzaminime një herë në vit, në kuptimin që ne mund të parandalojmë më mirë se sa të kurojmë, sepse thash, kanceri mushkrisë ka një lloj specifike që nuk vjen i heshtër pa simptoma që bërtasin, që ne nuk ja vëm re. Edhe ndaj e kemi është ai fokusi në protokollet tona që një koll që zgjat, një koll me rrema gjaku duhet të të bëjë të orientoj, sepse mund të jetë një simptom e kancerit të mushkrive. Ju e theksuat vazhdimisht duhanpirjen. A mund të themi që është një nga shkaktarët kryesor? Shkaqet kryesore. Po, predispozita gjenetike është një dhe i pari dhe i vetmi në pothuajse 90% të rasteve që janë diagnostikuar me kancer të mushkrisë sipas edhe studimeve të bëra, një nga faktorët ka qenë duhani. Kështu që duhani është kryesorja, nuk është vetëm, do të thënë te kanceri është primar, por nuk është primar duhani vetëm te pjesa e sëmundjeve të mushkrive. Njësoj ndikon te kanceret e stomakut, njësoj ndikon tek sëmundjet e zemrës, po. Pra është prek shumë organe. Që duhani është faktori kryesor. Dhe që është shumë e vështirë edhe sepse për shkak të varësisë që krijon personi për të hequr dorë. Është një varësi shumë e ëmbël themin e duhanit, sepse ti qoftë adoleshentë që ne shohim shpesh, pra është ulur mosha e pirjes së duhanit, apo dhe pjesa tjetër që ka kohë që e pin. Në momentin që ajo është një varësi e ëmbël që vjen avash, që do kohë dhe ne insistojmë sa më shpejt ata të kenë mundësi ta lënë duhanin, e kanë më lehtë gjatë domethënë koha e shkurtimit se sa kur e ka filluar me kur e lë është më e lehtë. Nëse zgjat në kohë, sigurisht që bëhet shumë e vështirë. Ama gjithçka është çështje vullneti. Se shpesh pacientët tanë vinë, po më jep një ilaç që të më bëj që të ndaloj këtë apo kjo. Ajo është çështje vullneti. E gjitha është një çështje vullneti. Ajo çfarë bëjmë ne shpesh, qoftë truk po themi, apo për të stimuluar pacientët, është ajo e themi në thojza ne pirja me mend, në kuptimin që në momentin që ti diagnostikohesh apo do të futesh në terapi të lënjes duhanit, bëhet një sot ta zëm po pi 10 cigare, nesër duhet bësh një ulje të asaj sasisë që pi, duke ardhur gradualisht, sepse thash kjo varësia ëmbël nuk ta le për një herë. Dhe deri në pjesën e eliminimit. Po janë metoda që më shumë terapi të grupit apo që bëjmë neve për t'i ardhur në ndihmë në mënyrë. Gjithçka është në dorën e pacientit. A keni ndonjë rast që mund ta ndani me ne në lidhje me pacientët, ndonjë rast suksesi që ka qenë me një pacient, qoftë për duhanpirjen apo për ndonjë problematik tjetër? Shko, në punën tonë kemi raste, si the ashtu, siç janë rastet, po themi me fund tragjik, por në shumicën e rasteve kemi edhe sukses sigurisht, sepse prandaj ne jemi aty dhe në bashkëpunim me pacientin. Mund të përmend raste në qoftë të lënjes së duhanit, pra që ka pacient që ne kur vin tek neve, pjesa e duhanit do shoqëria që të angazhohet, mjeku i familjes që të angazhohet, mjeku specialist, pra është një total. Dhe shpeshherë ne pacient që ne i fusim në këtë rrugën, pra që kur ju bëjmë propagandën apo këto, ka shpesh pacient që vinë na thonë që kur bëra atë vizitën me juve, nga që shpesh e shikojnë dhe grafin, mundohemi t'ja shpjegojmë dhe rreziqet, që unë ndërpreva duhanin, tër ne është shumë pozitive. Kështu që raste të tilla ka plot, nuk duhet dekurajojmë, se ka plot pacient që e lënë, ashtu siç e kemi në këtë pikë shpesh edhe dështojmë, pasi pacientët nuk na përgjigjen, nuk kanë vullnetin, jo se s'duam, nuk kanë vullnetin, po themi për ta lënë. Pastaj raste të tjera ka pjesa e Covidit, ka pas raste sa të duash, suksesi në pjesën tonë, ashtu siç kemi pas dhe raste që mund na kanë ngelur mendje. Kështu që
Nuk do veçoja në një specifik, po për ditën punën tonë dhe kjo është edhe satisfaksioni i punës tonë faktikisht, kënaqësia e punës tonë që sa herë ne kemi njëra suksesi. Gjithmonë frymëzim motivoheni për të vazhduar. Gjithmonë frymëzim, motivim për të vazhduar më tej. Duke qenë se ne tashmë jemi në fund të intervistës, do doja nga ju një këshill për gjithë ata që na ndjekin se si ata të tregojnë kujdes për parandalimin e sëmundjeve të mushkrive dhe ata të tjerë të cilët tashmë kanë problematika me mushkrinë, si të kujdesen për ulur rrezikun. Për gjithë popullatën një gjë do thoja, kush duhani është armiku kryesor i mushkrive. Nuk ka një armik mushkria, ka duhanin. Nuk ka ndonjë alat mushkria, ka ajrin e pastër, aktivitetin fizik dhe ushqimin e mirë. Kështu që këto dy lloj këshilla që ti lënja e duhanit dhe një regjim ushqimor i pastë, një aktivitet fizik, ato që duan ata. Një ecje të thjeshtë, një volejboll, një basketboll, rinia që e ka, palestra, noti, atë që ata duan, atë që u pëlqen, ta shoqërojnë gjithmonë përditshmërinë e tyre me një lloj aktiviteti fizik, si edhe regjimi ushqimor. Kurse për pacientët kronik, do thoja gjithmonë mos harrojnë kontrollet periodike, për cilët në ata edhe vinë tek ne dhe ne ju alem, mos neglizhojnë asnjëherë marrjen e ilaçeve në kohën e duhur dhe në sasinë të cilët ne ja kemi përshkruar, dhe çdo lloj simptome e ndryshme nga një tjetër në çdo ditë që ata hasin, të paraqiten tek mjeku. Shumë i qartë mesazhi. Doktoresha, shumë faleminderit. Ishte kënaqësi për gjithë informacionet dhe këshillat që ndat sot me ndjekësit tanë. Faleminderit dhe suksese edhe juve. Faleminderit dhe ju miq që na ndoqët. Bashkë do të shihemi në episodin e radhës. Deri atëherë, miru takofshim.